Gjykata e posaçme gjeti fajtore e drejtoreshën e klubit sportiv Tirana Debora Keqi për shkelje të barazisë në tendera dhe e dënoi atë me 1 vit burg. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, ajo dënua përfundimisht me 8 muaj heqelirie, por që do ta shlyej duke u paraqitur 16 muaj në shërbimin e provës. Si dënim plotësues, asaj u hoqe drejta për të mbajtur poste publike për 5 vite. 3 ish zyrtar të tjerë, Teuta Guri, Reinaldo Gjerazi dhe Jetion Mera, u dënuan me nga 9 muaj burg që ul në 6 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar dhe u pezulluar në punë në interes publik, pa shpërblim 6 dhjetor. SPAK i mori të pandehur ata duke akuzuar se në bashkëpunim kanë favorizuar kompaninë 5D Konstruksion, e drejtuar në hije nga 2 ish drejtorë të Bashkisë së Tiranës, Redi Molla dhe Mari Glençato, të dy në gjykim vete në një tender. Ata thot SPAK nuk kanë ushtruar në përputhje me ligjin detyrën e tyre për vlerësimin dhe klasifikimin e ofertave, por kanë vlerësuar dhe klasifikuar në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik operatorin ekonomik 5D, i cili ka qenë i paracaktuar për të shpallur fitues nga e pandehura Debora Keqi.